Ka po shkon më i zonë, a është folklorike po. Hajde, e kënojna ka po shkon më i zonë, hajde. Mos më nejë nëtë, ara më mëshirë. Ja, valla s'njevë në. Ja se i evë nuk shumë se ka hubë zgjeri. Unë traspeje dhe gjako, dreni që dhape dhe rrugo. Krede qani e Mitrovica, nakun mos jedhon, një hermen se kam. Po të ka zonë me desh me anis. Normal. E ka gjithë dikun një pseudo rapsot që ja ka njësë me kënu, që din me piskat shumë, ose me zgjatë zonin shumë, edhe për shambull e thirë në atë metodët, si lloj humori, me bohajgore me ta, edhe jo, kur ta dëgjën, thot, shka ka kjo folklori, s'ka ka kur gjohë, a penin qyrë po pisket, Të dashur me që jam këtu me një djali cili din mira sharkijës perfekt. Nuk i shet, po i blen. Edhe din mira perfekt. Përshëndetje. Imri Sadiku nga Frezaj, vetëm dole se ndëgjua që ka panajer edhe jem kolegë me këtë mjeshtin nimi, afrim zburë që e ka punu këtë A din me sharki. kënu? Apo din me veç mira? Dillë me kënu, po këtu nuk nej. A kënojna bashkë pak? Ja. Ani tik biri unë e kënoj. Ani tik. Hajde, okej? Tik këtu. Hajde. Cëllën kongë me tonë? Cëllën kongë din, unë t'i vendi 35 drejnë më rishkodër, edhen? Nisja. Tret mizreni mori shkodër, hajde të rrimë se të ka motër, mere durësin e Tiranën, se na kështu e gzojnë hananën. Unë traspeje dhe gjako, dreni që dhape dhe rrugo. Krede qani e Mitrovica, ka qani ku e Kamenica. Krede qani, hajde, një mamë. Bravo! Jem kështu kalas bashku të të rrinë. Bravo! Edhe ty zemët krëftë. Zotit kënaqën kam. Po kjo është ma shumë, sharkia për shka shërben ma shumë? Po, sharkia shërben për me knu, për me rast, kombinuat me gjitha vegla, me qifteli, me prem, është përdorë të nam shumë vite përdorët, e kam përdorë këngëtarët e mirënjohur, si që kanë qenë Sali, Ferizi, Riza Blasa, Ali Krasniqi, këngëtarët me emën. Tash me përdorin edhe të rritë. E pse njerëzit që din mira qiftelijës, nuk din mira sharkijës, a është me e zërshme? Po është pak ma e kombinuar, po zakonisht, po dikush është drejtu ma shumë në qifteli, dikush sharki, dikush në prem. Kjo është ma shumë për muzika turke, apo? Ja, për muzikë folklorike shqipe. Folklorike shqipe. Ja, është. Se ato kanë edhe sharkia edhe tusht, po i kanë me shumë perde edhe është tjetër konstruktaj. A tjetër është, Ja, tjetër konstruktaj, nuk është kjo. Pranvera me lule edhen? Pranvera me lule? Po. Ata nuk është aja popullore është aja konë. Popullore, për kënojna. Dhe gjë, sharkia është për konë folklorike. A folklorike, okej. Folklorike. Cëllë kongë do të me kënu? Ka shumë kongë. Hajde, cëllë kongë unë të njëmoj valla bila. Vallaj, sënë njëmën se nuk e kjera. Unë e kongë të i di më zoni zë më shkën. Për më mësut i bleje një, Hej! edhe qënë shpe,
edhe mësuesh edhe mira, edhe kënaq. E vërtet unë e kam një shpe. Po pse se mësu mira? Po se s'di. Qysh more s'di, po Valla s'di gjishta vja va. Ja, si ta mash një herë, tash i ka ndalën mjetet edhe në telefon, ja kur don, me telefon, e përcjell kohën, shpër në thret prezerjeni kështu, e përcjell pak me truni ta reflekton të gishtat, ka mësuesh mira. Edhe bo shaherë. A e dina këta bejta syle e den këngën? Hajde, e knojmë. Ja keni zonë se s'besoj që diti. Qashtë të kesh do të vrit valla. E ke dëgju pi popullit. Vejta syla, E ke dëgju ti këtë term. Ka përshkën më i zonë, është për teorike po. Hajde, e kënujna ka përshkën më i zonë, hajde. Mos përnej dhe nëtë, para më mëshirë. Ja, valla s'njevë në. Mos përnej dhe nëtë, para më Ja, se jevë në shumë se ka hubë zgjerë. Hajde, a e kërë. A më më një mu, ose për ma me shejk kur m'ja njëson. Shkën më i zanë, të dy durët me kanë, na kunë mos jedhën, një herë men se kanë. Po të ka zonë me desh me anisë. Normal. Faleminderit shumë. Ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjanat e mira i sjellin veç na, po para se me mbyll, do e mbyllmi edhe një herë thret Prizreni Mori Shkodra, ma më një edhe te, edhe po. Dishta pak, dishka me punë për instrumentet folqërike. Po. Në korat e okupimit, ti je pak ma i ri, je pak ma, nuk e di sa i marrë men. Për shembull në në shkollë, kur kemi qenë, nuk kanë gozu edhe arsimtarët edhe diçka se ka pas cenzur me të regu për shembull historinë e Rambullasës, Bajramçurit, Tazembejtës, edhe shka rapsët ato emra që kanë qenë emra patriotik që i kanë lënë kontribut për kombin shqiptar, i kanë rujtën me këtë vegël, me këtë çerk. Tash na përvoda për shembull ja kanë këndu popullit. Edhe rinia ata shka thonë, kush pas ka qenë Rambullasa, kush ka qenë Azembejta, kush ka qenë ose kuka. Edhe, do më thonë, historia kombit tonë është në këto vegla tradicionale. Këte e kanë rujtë. Edhe këto vegla kanë pasën emision, rapsët e tonë kanë pasën emision qartë. Ka për shembull këngë që e kanë uzu triun që me qenë shkollë. Për shembull, më i Kosum lumtna për ty, thuhet për shembull tash ka dalë një brezë i ri, s'don me shkel, nuk don robri. Ne kanë qenë nga dy porsy i madh i vogël në shkollë hi. Domthonjë qysh atëria ka interpretuar që duhet me pas shkollë. Ka pas këngë që janë kënduar kundër gjakmarrjes. Ka thonë vlla s'ban me vra. Domthonjë gjithçka, domthonjë këto vegla. Përmes këngës që kena thonë, po kanë çuar një mesazh të mirë, një mesazh pozitiv. Jo sikur sot për shembull që unë nuk jam kundër aty në muzikë kaftëria që kanë dalë të re për shka pi thojnë. Për shembull kur e ndëgjon për shembull çfarë mesazhi ka ti? Çka thot ajo? Ngoj këngë për shembull, kryen për shembull për drogë, këno për alkool. Plus asaj ja bën edhe spotin. Ti pi drogën, ti pi alkoolin. Ti gro kjerit shpejt. Çfarë mesazhi sen të rinia ajo? Kurse këto vegla kanë pas një mesazh të qartë, një mesazh pozitiv.
që i kanë kontribu kombit, rinijës, po sot pa kanë me tonësh, po do të më këthy rinia me i dasht, me ndëgju këngët folklorike se është një pasuri e jonja që nuk banë me vëzhdukja. Ta kështu në pëshë dhe për shembull dhe emisione që po i thirrin këngëtarët. Që po i thirrin me një farë metodë si në të shmu se ma shumë për humor, se sa për realitetin për me dhonë kontributin ai. Kisha dhe emisione nuk shkojnë për shembull me zgjedh këngëtar të mirëfillt, rapsat mirëfillt, që e di se shka kënon, po e thirrën për shembull një këngëtar, mos t'i ceki me emra. Ato s'po vinë, Dëgjoj. ato rapsod, unë e kom pa një rapsod, i cili e ka pre me motor, e ka pre këta. Ai nuk është rapsod. Nuk është rapsod ai. Se kjo nuk prejet as nuk thejet, kjo është për me ekzekutuan. Po e ka pre me motor dhe ju ka thonë që shka komba. Ose e ka gjetë dikun një pseudo rapsod që ja ka nisë me knu, që din me piskat shumë. Ose me zgjatë zonin shumë, edhe për shembull e thirrën atë metodë si lloj humori, me bajgare me ta, edhe i riu kur ta dëgjon thotë çka ka kjo folklori, s'ka ka kur gjë. As apenin çu po piskat. Konga folklorike nuk është me piskat. Është me knu bukur. Se ka kongë folklorike edhe për tri, ka kongë edhe për dashnie, për gjithçka ka. Po do të me knu bukur, që i riu kur ta dëgjon me pëlqy, jo ti mja gërdit atina. Janë shkaktar emisionet të tona, më mos i përmeni me emra, isha shpesh. E ka po dikun, tash i ka dalë tash në të rrjetet sociale, YouTube-ja këto, dhe ka dalë dikush, që tash jo bon shumë interesant, tash nëse bën diçka, s'ka bon dikush, bon shumë interesant, a din. Ose që thotë ata mos ta përmeni, s'po më vje keq si koleg, ja pe thej sharkin, ja pe prej sharkin, ja po quna pe qes çiftelien qaf. Ja kështu, nuk është folklore, nuk është ai rapsod i mirëfillt. Rapsod tonë që kanë qenë të mirëfillt, kanë knu bukur, kanë ekzekutu bukur, kanë nejt bukur, kanë qenë të veshun bukur, edhe e ka qenë një mesazh. Një mesazh të mirë të populli të rinia. Ose për shembull, zi sa ki kohë, se ki minutazhën, mos më të marr kohë. Ose për shembull sa këto dashma që po i bojnë. Po e merr atë këngëtarin e popullores. Po njeri taj ja kurzon dashmën. Thotë në di me knu edhe folklor, po ti s'di me knu folklor. Qysh di me knu folklor? Ti e për tallava je. Po tash për mja marr porët atina, thotë unë thotë klejnë sofar. Edhe anisë është bo si hit që kjo thret prezrejni më bëj Shkodër, që ka 100 këngë që janë edhe më të mira se thret prezrejni më bëj Shkodër, edhe dele aja ty sofar këndon, edhe e pagun ata. Është mira i dashuri kur ta ban dashmën, alja i knën popullore, knën bukur, nuk kam kundra, po kur ta merr për sofër, në ta merr atë rapsodin e mirëfillt, që është në veshje kombëtare, që di me këndu mirë, sa është një shtresë e dashme që nuk i pëlqen ndoshta ai popullore çat ku një regjistër të donaj, i pëlqen ai kënaqet edhe ai. Kënaqet edhe ai. Kjo është realiteti. Po tash kanë marrësh mbrapsht. Hajde edhe për fund, përknojna moje bukra që shkon me dhi. Hajde. Po e di ti këtë kohë. Unë e di. Kumla po të dishja. Më të dobish pak melodie. Moje buk, moj ti qiko që shkon me dhije. Ake po, na i kanë na dhije. Moj ti qiko që shkon me dhije. Ake po, na i kanë na hije. E kam po një sytë e zije, i shkon ti qu një penkije. Një parkije i shkon ti quë, babe non i kish pas njue.
qiko, hajde me muë. Oj ti qiko, hajde me muë, besa zotit ka më të mbesa tue. O ti djale di shka du me të thane, 2 vjet une kur I kam pase. Qatëher baba ndjep me kishë dhane, o ty me shku o njerë me nëse kame. Ma shumë se di e vëzde I qëtovi. Kjo ka një mesazh që I kanë feju qikat në treja në gjep. Përshë që çdo këngë ka një mesazh, ka një histori të mirë fillë. Faleminderit që ishe pjesë e jona, e I trujt Zoti, e ju të dashur me që mos të ndroni, sepse gjanat e mira I sillen veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë. Faleminderit shumë, trujt Zoti.